Vdekja tragjike e dy motrave kosovare nga familja Zubaku me origjinë nga fshati Topanici i Kamenicës ka tronditur familjarët, diasporët dhe opinionin publik. Erza 23 vjeç dhe Aulona 17 vjeç humbën jetën në një aksident të rënd trafiku në Gjermani, duke lënë pas dhimbje të madhe të afërmit e tyre. Mes pikëllimit të thellë, babai i vajzave ka folur për humbjen e rënd të dy bijave. Jemi të gjithë të shkatruar, zemra ime është e thyer. Të dyja ishin në kulmin e jetës së tyre, ka thënë ai duke bërë të ditur se ceremonitë e lamtumirës do të mbahen në vendlindje. Ai ka treguar edhe për ëndrat dhe planet që vajzat kishin për të ardhmen. Vajzat ishin në kulmin e rinisë dhe kishin plane e ëndra për të ardhmen. Vajza e madhe kishte përfunduar së fundmi shkollimin e lartë profesional dhe ishte e punësuar në Olten të Zvicrës, ndërsa motra e saj më e vogël ishte në vitin e dytë të përgatitjes profesionale. Ato ishin në kulmin e jetës së tyre dhe e donin jetën. Fatkeqësisht ishte shumë e shkurtër për to, na mungojnë shumë, ka deklaruar ai për mediat zvicerane. Sipas autoriteteve gjermane, aksidenti ka ndodhur më 20 qershor pak pas orës 11:30 pranë zonës së pushimit Rennstall. Fillimisht ka ndodhur një përplasje anësore mes dy automjeteve gjatë një manovre për ndërrimin e korsisë nga ajo e mesme në të majtën. Për shkak të shpejtësisë së lartë, të dy drejtuesit humbën kontrollin mbi automjetet, të cilat mbetën të ndaluara në rrugë. Njëri nga të përfshirët në aksident pësoi lëndime të rënda. Pengesat e krijuara nga ky aksident detyruan drejtuesit e automjeteve që po vinin pas të frenonin fuqishëm. Si pasojë, pranë daljes së Appenvier ndodhi një tjetër aksident i rënd ku u përfshin 5 automjete. Sipas raportimit të Blick, ndërsa pasagerët dhe drejtuesit e 4 automjeteve të përfshira nuk pësuan lëndime, për 2 gratë që udhtonin në një vetur të tipit Smart, nuk pati mundësi shpëtimi. Ato humbën jetën në vendin e ngjarjes si pasojë e plagëve të rënda.